Do dilje ti. Kur njët për jetë. Po kush do dilte? Ambëri. Po njësoj është, Jo, pse se është Rëzan? njësoj, po sepse, tash i dhe këtyne ju ke dhënë avantajsh se unë të ti. Ju ke dhënë avantajsh, Rëzema, a kupto se qa lloj avantajsh? Njësoj, në raportin mua ta e njësoj. Ja, sot ke ka li poshti. Jo pra, ato raport, shiko, dhe Rëzana dhe la ertin. Dash me ta bo rafshëm, dash mos të fol drejt. Po shiko tani, okej. Sonë të je lojtarja më e dobët e të fortëve. Po jo pra jo. Beso, me këtë goditje që i ke rave të sonë të je lojtarja më e dobët ndër të fortit. Nuk e shofa shu. Po pra, beso mu. Pse do thosh? Sepse unë për Ambrin thash një shprehje, që pse do pres unë që Shelegu të bëhet dash. Pra Amberi erdhi nga shiko tani, Amberi vjen nga jashtë. Dhe vjen nga jashtë duke na ditur pikat e dobta dhe pikat e forta tona si lojtar. Dhe din po ashtu dhe të vetat, që çfarë ka pëlqyer publikut tek Ambri dhe çfarë s'ka pëlqyer. Dhe ajo të gjitha këto mekanizmat do t'i përdorte në lojë. Dhe ajo hyri në lojë. O dritë, do të fol diçka të thellë, nuk kam të fol diçka këtu. Në rregull? I apo të vu synin në Ambrit me hek, Ambri që e hek me po, nuk u dash me audhon favorin tyne dhe me i kalzu gjurëm të tuja ty, kam të tuja, sepse Rozana e diti, Rozana edhe Laerti që do i zgjedhësh, në rregull, po të kishe futë dhe gjestin ti, aty ishte perla e perlave, s'mujte me fut do, iku ajo, u kry, po bone gabim që fute Ambrin me të dy. U desh me fut me mu edhe me Danin. Për shkot. Danja do dilte. Kur njët për jetës. Zdo dilte Ambrin. Kur njët jetës. O e thoti se di nga jashtë, po unë s'di gjë. Ti mund ta dish situatën ndryshe. Unë di qa kam këtu brënda. Unë nuk e logjikoj dot situatën nga jashtë. Dhe mua, ajo analiza që më qoj tek Ambri, më duke Jo, zemra s'kam për zute. Mi kanë vjedhë nën paketa, vlo.